Mirëmëngjes, ose mirë brama, ose mirë dita, nuk e di orën ku jeni ju atje tani, ndoshta shikoni këtë video në mëngjes ose mbas dite, por unë po bëj këtë video për të shpjeguar një mesazh nga fjala e Zotit. Edhe mesazhi, tema e mesazhi është shpëtim. Njerëzit duhet të besojnë te Jezusi para se të jetë vonë. Edhe kjo nuk është shaka. Nuk është shaka, është diçka shumë e rëndësishme që njeriu të besojë te Jezusi. Edhe është dëshira ime që ju që shikoni këtë video, ju shqiptar që dëgjoni sot, ndoshta për herën e parë për Jezusin, është dëshira ime që ju sot të pranoni Jezusin përpara se të jetë vonë. Sepse nëse ikim nga kjo botë, para se besojmë, para se të pranojmë dhuratën e shpëtimit, rruga është për në ferë. Jemi në rrugë për në ferë nëse nuk pranojmë Jezusin. Është shumë e rëndësishme që njeriu të pranojë Jezusin, birin e Perëndis, qengjin e Perëndis. Amen. Lavdi i Zotit. Tani, unë do të marr kjo pjesë të Biblës që kemi tani. Ju e dini që po përkthejmë Biblën në gjuhën shqip, por për tani kam këtë pjesë, Ungjilli sipas Gjonit dhe libri i Romakëve, letra e palit për Romakët, domethënë. Dhe unë do të shkoj tani te vargu i famshëm, Gjoni 3, vargu 16, edhe do të fillojmë atje të shpjegojmë Ungjillin. Edhe përsëri është dëshira ime që ju sot të besoni. Vargu shumë i thjesht, i famshëm, ka qenë predikuar gjithandej në botë. Unë jam te faqja numër 6, por Gjoni, libri është Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargu 16. Bibla thot, te vargu 16, sepse kështu Perëndia e deshi botën, që ai dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe një herë tjetër, sepse kështu Perëndia e deshi botën, që ai dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dua të theksoj disa gjëra këtu në fillim. Numër 1, për dashurinë e Perëndis. Nuk e di nëse kuptoni këtë apo jo, por është e vërtet që Perëndia ju do. Edhe pse ishim mëkatar, edhe pse ishim armiqt të Perëndis, Bibla thot që sipas dashurisë së tij për ne, sipas mëshirës së tij, ai dërgoi Jezusin në botë që ne përmes besimit tek ai të mund të shpëtohemi. Jemi mëkatar, ne të gjithë jemi mëkatar. Edhe do të theksojmë pak më shumë këtë gjë pastaj, por ne të gjithë meritojmë ferë, të shkojmë atje përgjithmonë. Por Bibla thot, Perëndia e deshi botën. Edhe është njësoj sot, ai ka dashuri në zemrën e tij për ju. Ai ju do.
Edhe përsëri, nuk flasim për dashurin e njeriut. Nuk flasim për dashurin time, për shembull. Unë jam njeri, mund të gaboj, edhe dashuria ime mund të mos jetë si që duhet. Por ne flasim për dashurin e përsosur të Perëndis, që nuk dështon kur. Lavdi i Zotit është gjithmonë për të mirën tonë. Dashuria e Zotit. Ai dha, Bibla thot, ai dha birin e tij të vetëm lindur. Perëndia, Zoti i Biblës, ka vetëm një biri i vetëm lindur. Dhe ai dërgoi Jezusin, birin e tij, në këtë botë. Ai lindi prej një vigjëreshe, Maria. Ai jetoi një jetë të përsosur, pa mëkat. Ai shkoi në kryq, vuajti atje në kryq për mëkatet tona. E dini pse Jezusi vdiq në kryq? Ndoshta keni parë ndonjëherë një pikturë me Jezusin kryqëzuar. E dini pse është atje? Për shkak të dashurisë, por për shkak të dashurisë së Perëndis për ju, që ju të mund të shpëtoheni. Ai vdiq atje. Ai bëri këtë që ju të mund të shpëtoheni, që ne të mund të shpëtohemi. Lavdi i Zotit, amen. Ai dha birin e tij të vetëm lindur. Dëgjoni këtë, që kushdo unë, që jam këtu tani, në Alabama, në Amerikë, ju që jeni atje, ndoshta në Shqipëri, kudo që jeni, edhe shikoni këtë video. Kushdo që jeni, mund të besoni të Jezusi tani. Dhe jam i bindur, kam bërë një lutje para se të bëja këtë video për ndihmën e Zotit. Dhe jam i bindur që nëse je shqiptar edhe shikon këtë video tani, është dëshira e Zotit që ju të pranoni Jezusin. Ky është një mesazh për ju direkt nga Zoti tani. Po studiojmë fjalën e Zotit, edhe fjala e Zotit, Bibla, ka fuqi për të shpëtuar çdo njeri. Edhe atë mëkatar, të themi, më keq, më poshtur. Ai ka fuqi për të shpëtuar edhe atë. Në fakt, apostulli Paul, ai apostulli i madh i Jezusit, që ndihmonte jashtë mase në fillimin e kishës, ai mendonte që ai ishte mëkatari më i madh në botë. Edhe ai tha, nëse Zoti më shpëtoi mua, ai mund të shpëtoi çdo njeri. Ai mund të shpëtoi çdo njeri. Amen. Lavdi i Zotit. Kushdo që beson. Ky është qelsi i shpëtimit. Besim. Nuk shtojmë asnjë vepër tjetër. Patjetër duhet të kemi pendes, por kjo është pas shpëtimit. Njeriu që është shpëtuar, njeriu që pranon Jezusin, ka një lloj pendes atje, por besim. Nëse dëgjoni këtë sot, e jeni prekur në zemër
që duhet të besoni të Jezusi, duhet të pranoni dhuratën falas, duhet të theksoj është falas, që nëse do të pranoni këtë dhurat, mund të pranoni atë sot, tani, përpara se të jetë vonë. Kushdo që beson në të, në Jezusin, të mos humbas, do më thënë, të mos shkoj përpara, të mos ecë më përpara në rrugën për në ferë. Kjo është rruga e shkatërimit, rruga për në ferë. Çdo njeri që është lindur në botë, është lindur në këtë rrugë, për shkak të mëkatit të prindërve, për shkak të mëkatit të Adamit në fillim, ne të gjithë jemi lindur në rrugën për në ferë. Dhe duhet të pranojmë Jezusin për këtë shkak. Të mos humbas, kushdo që beson në të mos humbas, Bibla thot, por të ketë jetë të përjetshme. Amen. Lavdi Zotit, jeta e përjetshme është një dhurat falas nga Jezusi. Shpesh herë kur isha në Shqipëri, dëgjova njerëzit duke folur për botën tjetër. Do më thënë ata që vdesin në këtë botë, shkojnë në botën tjetër. Por botën tjetër ka 2 destinacion. 2. Ose ferë, ose parajs. Ose ferë, ose parajs. Nuk ka asë një vend në mes. Vetëm 2 opcion kemi. Vetëm 2 opcion. Dhe Bibla thot që rruga për në parajs është përmes besimit të Jezusi. Amen. Në fakt, do të lexojmë një varg tjetër, te Gjoni kapitulli 14, ju e dini këtë varg, nëse keni pjesë në kishën tonë në Sarand. Jam te faqja 42 në këtë libër, Gjoni kapitulli 14, vargu 6. Bibla thot, Jezusi i tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Nuk vjen ndonjë njeri tek Ati përveç përmes meje. Vetëm një rrugë ka, vetëm një opsion ka për të shkuar në parajs. Për tek Ati, ai tha këtë, nuk vjen ndonjë njeri tek Ati, Ati i ti në parajs, Ati që dërgoi Jezusin në botë. Ai flet për Perëndin. Nuk shkon njeri tek Perëndia lart në parajs përveç përmes Jezusit. Duhet të shkojmë atje përmes Jezusit. Ka vetëm një rrugë. Nëse dikush beson diçka tjetër, ai gabon. Ka gabim dhe nuk është e drejtë, nuk është i drejtë me Biblën. Bibla thot dhe njëherë, Jezusi tha, unë jam rruga. Ai është Jezusi, e vërteta. Ai është e vërteta. Dhe jeta. Nuk vjen ndonjë njeri tek Ati përveç përmes meje, tha Jezusi. Nëse një ditë pas jetës suaj në botë, nëse do të shkoni atje lart, të jetoni me Perëndin, do të ndodh për shkak të besimit tuaj te Jezusi. Vetëm përmes besimit, edhe vetëm përmes Jezusit, besimit tek ai. Edhe nuk flas për këtë besim të lekt. Do më thënë, ka shumë njerëz që besojnë që Jezusi jetonte në botë. Jetoi në botë. Do më thënë, 2000 vjet më parë ishte një njeri në botë
Edhe njerëzit e quajtën atë Jezusin. Ata besojnë që po, si pas historisë, Jezusi ekziston. Nuk flas për këtë lloj besim. Unë flas për besimin që bën Jezusin Zotin i jetës suaj, shpëtuesin e jetës suaj. Amen. Ai është shpëtimtarin tim. Ai është shpëtimtari im. Ai është miku im. Ai nuk është vetëm një njeri që ekzistonte në histori më përpara. Ai është i gjallë sot në zemrën time. Amen. Lavdi i Zotit. Lavdi i Zotit. Tani, dhe njëherë, Jezusi tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Nuk vjen ndonjë njeri tek Ati përveç përmes meje. Amen. Ka nisur një motor atje. S'ka problem. Le të shtojmë dhe një varg tjetër, edhe nëse është e mundur do të mbarojmë me këtë varg. Po shkoj tani te Gjoni, kapitulli 6. Gjoni, kapitulli 6, vargu 47. Jezus i tha këtë, me të vërtet, unë ju them, ai që beson tek unë ka jetë të përjetshme. Amen. Jezus i tha, me të vërtet, unë ju them, ai që beson tek unë ka jetë të përjetshme. Dhe më thënë, ka një rrugë për jetën e përjetshme. Perëndia atje lart dërgoi birin e tij Jezusin në këtë botë. Jezusi vdiq në kryq që ne të mund të shpëtohemi. Edhe ai u varros, Bibla thot, dhe pas 3 ditësh ai u ringjall në fuqi dhe lavdinë e madhe. Ai është i gjallë përgjithmonë tani. Nuk vdes më. Ai është i gjallë atje lart në parajs. Kur shikojmë atë qiell blu, është një lloj vedh atje, edhe Jezusi është atje lart në parajs, në shtëpinë e Atit të Tij, duke pritur që ju të besoni, që ju të pranoni Jezusin. Amen. Edhe ai tha këtë, me të vërtet, unë ju them, do më thënë pa dyshim fare, ai që beson tek unë, ka jetë të përjetshme. Lavdi i Zotit. Lavdi i Zotit. Do të shtoj edhe një varg tjetër, vargu 48 atje, ai tha, unë jam ajo buka e jetës. Jezusi është buka e jetës. Do më thënë, ne jetojmë prej tij. Ne kemi jetë për shkak të dikmës së tij. Edhe ky është mesazhi për sot. Edhe dëshira ime, duhet të them një herë, është që nëse është njeri atje që nuk ka besuar te Jezusi, pse të mos pranoni Jezusin sot? Ju e dini në zemrën tuaj, duke dëgjuar predikimin e sotëm, duke dëgjuar fjalët e Zotit, ju e dini që ai është atje, edhe ai ju do, edhe sakrifica e tij në kryq ishte për shkakun tënd. Mund të pranoni Jezusin sot. Edhe tani unë do të bëj një lutje për këtë predikim, edhe për ju që dëgjoni këtë. Mund të luteni bashkë me mua, nëse nuk keni pranuar Jezusin deri tani. Ndërsa tani unë po lutem, bëni edhe ju një lutje. Edhe thoni Jezusit, Perëndis, Zot,
Unë jam një mëkatar. Më shpëto. Më shpëto. Edhe Bibla thot, kushdo që do t'i thras emrit të Zotit, do të shpëtohet. Amen. Kushdo që do t'i thras emrit të Zotit, do të shpëtohet. Do më thënë pa dyshim, do të shpëtohet. Lullet të lutemi tani. Atë qiellor i bekuar, faleminderit o Zot për këtë mundësi që kemi për të dhënë një mesazh nga Bibla. Faleminderit o Zot për shpëtim që kemi në emër të Jezusit. Edhe kemi lexuar në Bibël sot që duhet të pranojmë Jezusin. Duhet të besojmë tek ai përpara se të jetë vonë. Sepse ne të gjithë jemi në rrugë për në ferr nëse nuk besojmë te Jezusi. Nëse nuk pranojmë faljen e tij të mëkateve. O Zot, faleminderit për këtë. Faleminderit o Zot për çdo njeri që më dëgjon sot. Edhe unë lutem për këta që nëse është një grua, një burr, një vajzë, një djalë, lutem o Zot që këta të pranojnë Jezusin tani. Edhe tani që ndoshta bëjnë këtë lutje për të pranuar Jezusin. Unë lutem o Zot që ti të bësh pjesën tënde, ashtu si që ke premtuar, edhe të shpëtosh o Zot këta që besojnë. Faleminderit o Zot për Biblën, faleminderit për Jezusin dhe sakrificën e tij në kryq për ne. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen. Amen. Faleminderit që keni dëgjuar këtë mesazh. Nëse jeni kishën tonë atje në Sarand, kishën Baptiste Berka në Sarand, ne kemi malë për ju të gjithë, edhe do t'ju shikojmë së shpejti. Amen. Do t'ju shikojmë së shpejti. Zoti ju bekoft edhe do flasim së shpejti. Amen. Mirëpafshim.